Për përshëndetur zoti Balluku, Këlliçi. Unë e di që e keni mendje ke tuneli Palloshit, nuk keni faj, po Pjesë për lapsusin. e di, zonja Balluku ka një merit në fakt që na ka shpik një mikrotoponim të ri, tuneli Llogaras nga sot quhet tuneli Palloshit, kështu që ka një merit madhe. Por me që patëm një bisedë në pushim, diskutuam që të vazhdojmë me rendin normal të ditës për sa i përket shpjegimit të kërkuesit të interpelancës me zëvendës kryeministrën dhe gjithashtu dhe zoti Spahia si kërkuesi i mocionit me debat do duhet të ketë kohën e tij për të diskutuar në lidhje me kërkesën. Kështu që pa mbaruar fillimisht dy deputetët respektiv, zoti Balliu dhe zoti Spahia, nuk mundet futemi në seancë normale në raportimin e institucioneve, mendoj, dhe kjo ishte ajo që dhe ne dakordsuam në takimin që patëm pak më parë. Kështu që zoti Peleshi do kërkoja që të zbatojmë atë vendim të përbashkët dhe rrjedhjen normale të seancës në mënyrën e duhur të vijimit saj, siç u dakordsua. Faleminderit.